Kandidatja për kryetare të Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini zhvilloi një takim të gjerë me të rinj, gra, aktivistë dhe qytetar, politikan të rinj dhe koordinator të Partisë Socialiste në prani të drejtuesit politik të Partisë Socialiste për Zharkun e Vlorës, Bledi Çuçi. Në takim u ndan ide, mendime dhe vizione mbi të ardhmen e një qyteti bregdetar, duke u ndalur te pritshmëritë dhe mundësitë që hap kandidimi për herë të parë një gruaje në krye të Bashkisë së Vlorës. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi e cilësoi kandidaturën e Brunilda Mersinit si zgjedhjen e duhur në kohën e duhur për Vlorën, duke theksuar se me Mersini në drejtim, qyteti do të njohë rrugtim të suksesshëm zhvillimi, bashkohor dhe gjithëpërfshirës. Bruna Mersini vjen sot si njeriu i duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur për Vlorën. Kërkoj që të gjithë ta përkrahim dhe do kemi besoni një rrugtim suksesshëm bashkë për të mirën e Vlorës. Mbështetje për kandidaturën e saj dhanë edhe figura të njohura të politikës shqiptare si Valentina Leskaj dhe deputeti Ardit Bido, të cilët nënvizuan se Brunilda Mersini përfaqëson vizionin, profesionalizmin dhe energjinë që i duhet sot Vlorës për të ringritur dhe për të ecur përpara me ritme të reja. Jam shumë e gëzuar që Bruna Mersini do të jetë kryetaria e Bashkisë Vlorës, se sigurisht që do jetë kryetare e Bashkisë Vlorës. Vlora meriton të ketë dhe Bashkia Vlorës të ketë një peshë të rëndë. Vlora ka pasur dhe ka peshë në historinë e Shqipërisë në të gjitha kohrat. E përrjedhoi, ka nevojë që të drejtohet nga njerëz që kuptojnë peshën e përgjegjësisë. Bruna është njeriu i përshtatshëm. Karriken Bruna nuk e ka parë si adrenalin, e ka parë si përgjegjësi. Pra ne kemi nevojë për një kryetar bashkie që e shef bashkinë si përgjegjësi dhe që e shef çfarë do lloj pozicioni që merr si përgjegjësi. Duhet japim Vlorës son një hof të ri për të mirëmbajtur gjithë projektet e mëdha dhe për të zhvilluar dhe pjesën tjetër të qytetit. Për të mundësuar që turizmi, për shembull, që është një atu e ekonomisë vlonjate, të mundet të rritet edhe të zhvillohet edhe të forcohet, ashtu si Vlorës si takon. Që ne të arrim këtë gjë, na duhet veç të tjerave një bashkim më e fortë. E nuk besoj se Partia Socialiste mund të gjente në këtë fazë të zhvillimit të qytetit një kandidate më të mirë se sa Brunilda Mersini, që ka treguar për gjatë gjithë jetës së vet, edhe politike, edhe administrative, që ditë jetë edhe një organizatore shumë e mirë, që ka thelbin e ADN-s së Partisë Socialiste. Vetë kandidatja për kryetare bashkie Brunilda Mersini u shpreh se besimi që i është dhënë është një përgjegjësi e madhe dhe një vlerësim i çmuar, duke shtuar se dialogu, bashkëpunimi dhe partneriteti me qytetarët, bizneset, të rinj dhe çdo aktor lokal do të jetë një themel i mënyrës së saj të qeverisjes lokale. Jam para jush shumë emocionuar, e përullur dhe me shumë përgjegjësi. Nuk dua të premtoj mrekullit, por atë që dua të më suportoni, të më mbështesni, të bëjmë një rrugtim së bashku. Njerëzit e Vlorës ta bëjnë punën më të lehtë, sepse janë të drejtë për drejtë edhe duan dialogun. Atëherë ai institucion që unë do drejtoj është dera e hapur e Vlorës dhe do dialog. Nuk do të jetë një zyrë ku unë do të ulem dhe do të mendoj çfarë do të bëj me qytetin dhe të bëj vizionin e këtij qyteti shumë të rëndësishëm për ekonominë edhe të Shqipërisë dhe të Jugut, por duhet të zbresim terren, të ngrejmë ura komunikimi, të marrë mendimet, zgjidhjet e problemeve nga ju, vetëm kjo e kthen besimin te institucionet. Në gjithë jetën time, nga 30 vjetë si opjeke obstetre, në një proces shumë të vështirë që Zoti e ka krijuar lindjen, në 4-5 minuta ti e përpara një situate ku duhet marrësh një vendim. Një vendim që nuk duhet gaboj kurrë. Por ky vendim nuk merret vetëm nga mjeku, ky vendim do të merret nga stafi. Them që kjo do jetë puna ime e përditshme. Do të vlerësoj risku, prioritetet, bashkëpunimin me qytetarët dhe duhet të ecim përpara. Duhet ta duam qytetin dhe pastaj ta bëjmë partner të fortë bashkinë të përditshme. Ashtu siç kanë ardhur simbolet kombëtare nga ky qytet, dua dhe mesazhet historike të vinë nga ky qytet. Kështu që 9 nëntori është një sfidë, jo sfidë për Bruna Mersinin, është sfidë për institucionet e bashkisë dhe mesazhin historik të ditës së fitores. Takimi u shoqërua me diskutime të hapura dhe ide konkrete se si Vlora mund të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme, të përmirësojë shërbimet ndaj qytetarëve dhe të rrisë rolin e qytetarëve në vendimarrje. Ky bashkëbisedim ishte në vijim të turit të takimeve që kandidatja Mersini
po zhvillon në të gjitha rajonet e Vlorës me qëllim njohjen e drejtpërdrejtë me nevojat, problematikat dhe kërkesat e qytetarëve të Vlorës.